Sfidat kryesore me drejt ju na quani parti e re dhe detyrimisht edhe e vogël për shkak të, le të themi, vështirësive që kemi hasur për të ne njohur publikut. Dhe ndoshta kjo është sfida më e madhe për të prezantuar tamam siç jemi tek publiku me qasjen ton edhe programore dhe me vizionin ton të mos na perceptojnë thjesht si disa të rinj që janë të ngjashëm me parti tjera të vogla dhe të reja, por për të kuptuar specifikat tona programore. Pra ne qartazi kemi një qasje që le të themi me një farë krenarie shprehim si e majt demokratike, social-demokrate pra, dhe këtë mesazh përpiqemi shumë që ta përçojmë në terren, por edhe me këto hapësira mediatike që na krijohen. Unë do thoja që dallimi ynë kryesor është që nuk flasim thjesht për individët. Qoftë ky kryetari i partisë Arlind Qori, qoftë unë që jam i parë në listë, ne flasim për një qasje, për një vizion programor që ne e kemi hartuar me shumë mund, duhet thënë, për një periudhë mbi një vjeçare me ekspertë të ndryshëm fushave, e cila na përfaqëson neve më mirë se çdo individ tjetër, pra çdo figurë që mund të konsiderohet kështu si mediatike, si popullore e me radhë. Dhe unë do thoya që avantazhi i lëvizjes bashku kundrejt partive tjera është pikërisht kjo qasje, pra një qasje që nuk bazohet thjesht tek individi. Mëtej sa i përket partive të reja, unë do thoya që edhe një ndër arsyet pse ne nuk kemi zgjedhur të hyjmë në koalicion me ta është sepse fare thjesht ne nuk u besojmë atyre që thonë, nuk u besojmë vërtetësisë së fjalës së tyre, i shohim kryesisht si parti oportuniste dhe për këtë qasje që kemi zgjedhur të hyjmë të vetëm në këto zgjedhje pra. Pikërisht kjo është sfida më e madhe të cilën e hasim dhe ne për ditë në terren, pra në diskutimet që bëjmë me njerëz të thjesht, le të themi, si thua, problemi kryesor që kanë ose kjo mosbesimi kryesor që lind tek njerëzit në terren vjen jo nga le të themi përkatësia e tyre politike ose përqyeshmëria ndaj partive të vjetra, le t'i quajmë, por kryesisht ndaj aftësisë së partive për t'i blerë këto vota pra. Pra gjithë skepticizmi lind nga aftësia që kanë për t'i marrë votat në mënyrë të padrejtë, le të themi. Kështu që kjo është një sfidë e madhe, kjo është një sfidë me të cilën ne jemi përballur edhe në zgjedhjet 2023-shit sa i përket numërimit dhe vëzhgimit pra të procesit numërimit në mënyrë shumë koncize nga ana jon, të njëjtën gjë sigurisht do bëjmë në këto zgjedhje në mbar Shqipërinë. Megjithatë, avantazhi ynë është pikërisht ky mungesë e legitimitetit partive tjetra pra. Dhe krijimi i besimit që nëpërmjet votës së tyre diçka e re mund të lindë dhe po lind dhe do shfaqet në parlamentin shqiptar të ardhshëm pra. Beson se janë gati shumica e shqiptarëve? Unë besoj se zgjedhjet 2025 do jenë një thyerje e madhe, pra, sa i përket mentalitetit të funksionimit gjithave fushatave zgjedhore deri në këtë vit, pra, sepse mendoj që në këto zgjedhje një pjesë e madhe e elektoratit do besoj një parti të re, siç është Lëvizja Bashk, pra, duke u shkëputur nga kjo tradita qoftë edhe blerjes votës e me radhë, dhe besoj që ky është një rrugëtim që do nisë 2025, por do vazhdojë edhe më vonë pra në vitet në vazhdim, duke le të themi çliruar elektorati shqiptar nga kapja që ish bërë nga partitë e vjetra pra. Ju përmendë pak më parë edhe le të themi faktin që këto parti mbështeten nga oligarkia ekonomike, kanë një pushtet të madh mediatik, dhe ajo që e veçanta që kemi vënë re ne edhe në terren është fakti që tashmë kanë dalë edhe partitë e vjetra duke bërë fushat në terren, pra duke në një farë mënyrë kopjuar metodën e vetme në fakt që kemi ne për të folur drejt për drejti me qytetarët. Megjithatë, kjo gjë nuk na tremb pikërisht për shkak të mungesës së legitimitetit që përmenda. Beson se qytetarët
Shiko, ne le themi në zgjedhjet 2023-shit kemi marrë një rezultat pozitiv, mund ta quajmë vetëm në qytetin e Tiranës, kështu që nga 2023 deri në 2025, le themi edhe aftësia jonë për të njohur me publikun është goxha më e madhe, qasja në publik, pra rrjedhimisht që presim një rezultat më të mirë se sa i 2023. Nuk dua të vendos, le themi, shifra sa i përket numrit të deputetëve, sepse kjo varet totalisht nga vullneti i votuesve, kështu që megjithatë, ndër propozimet tona kryesore do përmendja edhe propozimet për shembull si minimumi etik, të cilat tashmë janë përvetësuar dhe nga partitë të tjera, le të themi në mënyrë kështu spekulative, do thoja unë. Për shembull, ne kemi folur për minimumin etik, kemi depozituar një projekt lig në Parlamentin e Shqipërisë. Megjithatë, sot dëgjojmë që për shembull një parti si Partia Demokratike e Sali Berishës flet për minimumin etik, që na duket disi qasje hipokrite, por pavarësisht kësaj ne mendojmë që vetë fakti që kundërshtari ynë politik e ka përvetësuar si tezë, edhe ky është një hap përpara, fakti që po diskutohet në publik. Përmenda minimumi etik si një prej pikave tona kryesore, le të themi, po ne flasim edhe për një shtet social që këtu përfshihet ringritja e institucionit të arsimit në vend, e shëndetësisë, e pensioneve. Shtylla tjetër është një shtet zhvillimor, e cila synon të rrimë më këmbë ekonominë shqiptare duke e orientuar kapitalin investues në sektorët prodhues kryesisht dhe jo në sektorët spekulativ, siç po ndodh në gjithë këto vitet e fundit, dhe detyrimisht një shtet të së drejtës, pra një shtet i cili mbështet fuqimisht pavarësinë e sistemit të drejtësisë në vend, e cila duhet thënë për hir të së vërtetës që ka bërë hapa para, kemi parë zhvillime pozitive, por që qasja jonë është një pavarësi e plot, le të themi, nga ndikimi i politikës. Unë do thoja këtë gjë që në 34 vjet me të drejtë elektorati shqiptar është gjendur përballë një shteti që është perceptuar gjithmonë si zhvatës, një shtet i cili ka favorizuar një grup shumë të vogël njerëzish që ne i konsiderojmë si oligarkë, të cilët kanë kapur monopolet kryesore të ekonomisë dhe të resurseve të këtij vendi, dhe është herë e parë, mendoj unë, që në alternativën politike shqiptare është një parti si Lëvizja Bashkë, e cila ka një qasje për ta transformuar shtetin shqiptar, për të ringritur institucionet shtetërore dhe për të vendosur, le themi, një farë barazie në garën e tregut lirë, pra duke luftuar monopolet që janë ngritur deri më sot. Unë mendoj që e vetmja qasje serioze sot e shprehur në një program për 177 faqes është ajo e Lëvizjes Bashkë, kështu që i bëj thirrje qytetarëve të lexojnë programin ton dhe mundësisht të na kundërshtojnë nëse s'bjen dakord me qasjen tonë.